Po si jo, do më thonë me vetë faktin që dikush merë guximin, që ta rishqyrtoj apo ta rishikoj buxhetin e Republikës Kosovës, pa asnjë transparencë. Do më thonë, kjo është një presedant. Ku shkojnë ato 2 milion eurot? Nuk përdem kërkosh. Që përgjysmohen, fakt. Nuk përdem kërkosh afardita. Neve kemi disa informata se ku kanë mund të shkojnë, mirë po mendoj që këtë përgjigje duhet ta jap Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, se cili është fati i atyre 2 miliona euro. Normalisht do ta adresojmë edhe këtë. Në një bisedë që e kam pas me një ndër këta kryetarët, ata mendojnë që në këtë listë nuk gjendet asnjë komunë nga lëviza vetëvendosje dhe ndoshta këto shkurtime janë bërë me konotacione politike. Mirë po, kjo përgjigje mund të mirët më së miri nga mua apo leja se cili është qëllimi i shkurtimit këtij buxheti, këtij fondi dhe ku do të shkojnë ato mjete financiare. Apo mos ndoshta qëllimi i këtyre mjeteve është ridestinuar dikun tjetër, edhe pse me ligjin mbi ndarjet buxhetore për Republikën e Kosovës për këtë vit, këto janë të koduara dhe duhet të shfrytëzohen vetëm për këtë destinim. Edhe nëse bëhet një rialokim, qëllimi nuk mund të ndryshohet sepse ka kodin buxhetor dhe pa miratimin e Kuvendit të Republikës Kosovës, neve konsiderojmë. Po duhet jetë brenda kornizave të këtij ligji. Në këtë rast, nëse janë shkurtuar 2 milion euro nga kjo